Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po vazhdojmë të takohemi sërish në kanalin Monitor TV, këtë herë për të sjellur dy momente të bukura, dy momente interesante dhe dy momente jo të rastësishme. Luiz Deli dhe Gjesti që të dy në SKP Club, të dy me mbrëmje të ndara, domethënë një javë para ishte Gjesti, pas një jave është Luizi, që të dy kureshtje shumë të madhe dhe unë në fakt dëshiroja të bëj një krahasim dhe këtë krahasimin e kam përmbledhur në një shpjegim. Klubi i famshëm SKP në zemër të Tiranës ka qenë gjithmonë një piktakim i artistëve më në zë dhe një pasqyrë reale e ndikimit të tyre tek publiku. Por ndodhi një rastësi, do me thënë se dy emra të mëdhenj të skenës dhe realitetit shqiptar, Gjesti dhe Luizi, performuan në të njëjtin vend. Me një diferencë kohe të shkurtër, të dy dolën para një publiku entuziast, të dy u duar trokitën fort, por secili në mënyrën e vet duke reflektuar karrierën dhe stilin dhe karizmin unik që i mbart ato. Menjëherë pas daljes së tij nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, Gjesti nuk humbi asnjë sekond për të kapitalizuar suksesin dhe popularitetin që fitoi brenda këtij reality show. Ai u shfaq në SKP në një natë që do të mbahet mend gjatë nga të gjithë ata që ishin aty, me një performancë që ndezi klubin, duke konfirmuar se është jo vetëm një figurë televizive, por edhe një emër serioz në skenën muzikore. Atmosfera që krijoi ishte e zjarrt, energjia e tij elektrizuese dhe ndërveprimi me publikun i menjëhershëm në sy bynte se Gjesti kishte kapur momentin dhe ishte gati për të ecur përpara me një karrierë muzikore që nuk do të jetë thjesht një zgjatim i famës së Big Brotherit, por një histori me vetë suksesin. Nga ana tjetër, në të njëjtin ambient, por 2 vite pas përfundimit të edicionit të tij triumfues të Big Brother, Luiz Deli vazhdon të mbetet një prej emrave më të dashur dhe më të fortë në industrinë e emrave më të dashur dhe më të fortë të showbizit shqiptar. Mbrëmja e fundit në SKP tregoi qartë se fama e tij nuk është një valë kalimtare, por një forcë konstante që e ndjek kudo. Luizi u prit me entuziazëm dhe me dashuri nga një publik që nuk e ka harruar, me një karrierë muzikore të konsoliduar, me këngë që janë kthyer në hite dhe me një imazh të fortë publik. Luizi e konfirmoi edhe një herë se di të mbajë gjallë lidhjen me fansat, jo vetëm me zërin e tij, por edhe me një prezencë skenike të padiskutueshme. Tani, nëse do të vendosim përballë të dy këto figura, do të dallonim qartë dy qasje të ndryshme ndaj skenës muzikore, por të dyja jashtëzakonisht efektive. Gjesti është forca e momentit, artisti që vjen me një freski të padiskutueshme, i ushqyer nga një famë menjëhershme, por i gatshëm për të ndërtuar karrierë. Ai është ritëm shpërthimi në ekspresion, ndërsa Luizi nga ana tjetër përfaqëson qëndrueshmërinë, një yll që ka kaluar provën e kohës, që ka ditur të transformojë veten nga një ikonë televizioni në një emër të qëndrueshëm të skenës shqiptare. Të dy në SKP, të dy me sukses, të dy me publiku në krah, por secili në rrugën e tij, me historinë e vet dhe me një magnetizëm që nuk lë vend për krahasime të lehta. Në fund të fundit kjo përballje nuk ka fitues apo humbës. Ka dy artistë që secili në mënyrën e vet pushtojnë skenën, zemrat e njerëzve edhe rrjetet sociale. Do të thënë çuditërisht, Luizi dhe Gjesti nisën të ndërtojnë marrëdhënien e tyre me publikun. Ajo që në fakt më bie në sy është fakti që Luizi si artist nuk po shuhet dot. Energjia, pozitiviteti, tani këtë gjë ta pranojmë, tek mbrëmja e Luizit, krahasuar me mbrëmjen e Gjestit, ka qenë më e madhe. Te mbrëmja e Luizit, i cila ishte nata e mbrëmshme, do me thënë ka ndalur në të njëjtin orar, në orën 3:05 minuta mbaj mend unë ka dalur Gjesti, në orën 3:08 minuta ka dalur natën e mbrëmshme Luizi të performojë në skenën e SKP Club apo ish Magic Fori.
Mbi të gjitha, ajo energjia e bukur, do me thënë dashuria e madhe e shqiptarëve për Luizin është e pakrahasueshme. Salla ishte e stërmbushur, shumë shqiptarë kishin ikur të dëgjojnë Luizin, të ndëgjojnë Ledri Vullën, pasi që të dy ishin në të njëjtën natë, ndërsa e njëjta gjë ishte edhe me Gjestin. Tani mund të ketë nga këto që thonë, po Gjesti vetëm e mblodhi gjithatë publik, normalisht sepse Gjesti ishte me njëherë pas daljes nga Big Brotheri. Luizi i ka bërë 2 vite dhe ka një qëndrim të fortë skenik, ka një dashuri të madhe të publikut, dihet të sjellën këngë të bukura, dihet të sjellën projekte të bukura dhe me zemër sinqerisht uroj që dhe Gjesti të vazhdon të ruan po këtë famë siç ka ruajtur Luizi për 2 vite me radhë. Ndoshta është sekreti sepse Luizi ka ditur se çfarë këngësh të sjellën dhe këngët e Luizit kanë qenë të preferuara dhe të pëlqyera nga publiku që i ka prekur në shpirt dhe kanë vlerësuar Luizin për artin që ai bën, dhe kjo gjë domethënë e ka bërë Luizin që të jetë i qëndrueshëm, i mbështetur dhe i duar trokitur nga fansat në këtë rrugtimin fantastik që në fakt e bëri Luizin që të ngjitet në skenën shqiptare në një mënyrë gjigande. Unë uroj që të dy të jenë të suksesshëm, edhe pse Luizi e ka tashmë, e them me gjithgoje, ka suksesin të garantuar pasi që 2 vite po pushton skenat, ka shumë mbrëmje, ka shumë koncerte jashtë brenda vendit, domethënë Luizi ka qenë i mbi ngarkuar, por e njëjta gjë po ndodhen edhe me Gjestin, por mbrëmjet ishin aty domethënë gati njësoj, por mendoj që mbrëmja e Luizit natën e mbrëmshme ka patur më shumë atmosferë, ka patur më shumë adrenalin, ka patur më shumë energji që në fakt kjo energjia u transmetua bukur edhe qartë te publiku. Ne do të takohemi sërish së bashku, dua të marr mendimin tuaj rreth këtyre 2 personazheve, 2 emrave që në fakt Luizi ishte një artist i ndërtuar edhe më herët, por bëri buj, bëri namin e madh sepse ne nuk e kishim njohur Luizin shumë dimensional, do me thënë dimensionet e tjera nuk ja kishim njohur në jashtë shtëpisë së Big Brotherit, ndërsa Gjesti ishte një artist i ri i cili synonte famën, synonte suksesin, synonte artin dhe Top Channel ja dha këtë mundësinë për ta krijuar si një artist gjigant. Dhe për këtë gjë do me thënë është për t'u mbështetur dhe për t'u duar trokitur nisma në të cilën është bërë nga të dy palët, edhe pse Luizi e ka këtë nismën superiore dhe ka këtë nismën alternativ. Ne do takohemi sërish së bashku, vazhdojmë ta ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV.